E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar momentin e radhës. Brikena filloi që të mbështetën Mateon nga jashtë. Dita e sotme ishte një surprizë e bukur për Mateon brenda në shtëpinë e Big Brotherit, ku Brikena kishte përzgjedhur që t'i nisë një dron. Në fakt nuk e priste Mateo fare, duke njohur natyrën e Brikenës, duke njohur karakterin e Brikenës, se çfarë qëndrimesh ka mbajtur Brikena brenda në shtëpi, sa e ftohtë në një lloj raporti ka qenë ajo me Mateon. Por siç duket, pjesa e jashtme, miratimi i familjes së Brikenës, dashuria e familjes së Brikenës kundër drejt Mateos e bëri Brikenën që të bën një lëvizje që Mateo në fakt e pash që e befasoi. Mateoja nuk e priste që brenda shtëpisë së Big Brotherit të mbërri një dron nga ana e Brikenës. Do me thënë, Brikena jashtë është duke mbajtur të vetmen fjalë, që është duke bërë tifo për Mateon. I pari që kam besuar në këtë marrëdhënie, i pari që kam besuar në këtë lidhje, i pari që kam besuar në këtë dashuri, kam qenë unë. Do të thoni pse. Fillimisht një herë unë e kam parë që mes këtyre të dyve ekziston një shkëndij, sepse po të mos dëshironte Brikena që të ishte me Mateon, Brikena nuk do t'ja jepte fare mundësinë, kishte edhe mundësinë që të lërë lojën në gjysmë edhe të largohet nga shtëpia Big Brotherit. Por siç duket, ajo dëshira e madhe e Brikenës për ta njohur Mateon më shumë, për të qëndruar me Mateon, për të jetuar momente të bukura me Mateon, e bëri Brikenën që të vazhdon në stilin e saj të nxjerrën pikat e bukura dhe të mira të Mateos. Tani, Brikena e fuqizoi Mateo në lojë që në momentin kur e nxori në nominim. Një nominim që në fakt ishte si tip hakmarrje, por automatikisht Brikena i dha vlera në lojë Mateos dhe e bëri më të fuqishëm. E bëri Mateon që të jetë kryefjala dhe kryevepra e Big Brother VIP Albania. Dhe realisht Mateo arriti që ta merr këtë gjë. Tani, Mateo, me sinqeritetin e tij, me drejtësinë e tij shpirtërore dhe me zemrën e tij të pastër, arriti që t'ia fiton shpirtin Brikenës, arriti që t'ia merr zemrën Brikenës dhe arriti që Brikenën e dashur ta bëj për vete. Do me thënë, Brikenën ta bëj që të fasionohet pas Mateos. Avash, Brikena e mori këtë gjën, por unë e kam thënë gjithmonë, duke patur të bëjmë me një vajzë tradicionale, me një vajzë e cila që në momentin e parë, kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, ka thënë që unë jam një vajzë që vi nga një jetë që jam rritur me gjyshin, me gjyshen, me hallën, me tezen, me dajën, ajo vajzë kishte shumë të vështirë që ta pranonte rrugtimin e saj në Big Brother me një djalë, dashurinë e saj në Big Brother me një djalë, dhe sidomos kur në këtë mes kishim edhe aspektin e besimit për t'i thënë një po të madhe Mateos. Por në momentin që Brikena u ul në atë karige në studio dhe në momentin që Brikena doli nga ajo studio, e kuptoi që dhe publiku, por edhe familja e kanë duartrokitur dhe kanë mbështetur këtë marrëdhënie. Dhe Brikena, që në momentin e parë kur u ngjit në skenën e fan klubit, e pam të gjithë se me sa dashuri foli për Mateon. Tani, në sytë e Brikenës, po të rikthejmë atë videon disa herë ta studiojmë, do me thënë ne shohim një Brikena që vërtet është e dashuruar te Mateo, që vërtet e do Mateon. Do me thënë nuk është një histori e cila është lojë. Dhe unë mendoj që si Brikena, si Mateo, fituan dy gjëra nga ky Big Brother, do me thënë sinqeriteti, fitoi dhe ndjesin, fituan dhe emocionin, po fituan dhe publikun, që është shumë e rëndësishme, do me thënë janë të vetmit banor brenda asaj shtëpie që ka një publik kaq të gjerë, që është një publik që po çmenden, do me thënë, për Mateon. Dhe për këtë gjën, unë mendoj që Brikena sot, për të nisur Mateo një ditë të bukur, për të nisur Mateo një ditë me shumë energji, bëri këtë lëvizjen duke i dërguar Mateos brenda në shtëpinë e Big Brotherit një dron që Mateon e surprizoi, një dron që Mateon edhe dy herë super i dha, do me thënë, super fuqi dhe që i bëri banorët e tjerë të mbeten, do me thënë, të mahnitur. Unë mendoj që Brikena me këtë lëvizje
thjesht e ka bindur Mateon që e do jashtëzakonisht shumë, e ka bindur Mateon që është duke e mbështetur dhe është duke e pritur jashtë dhe është duke bërë atë tifon që në fakt të gjithë do të donim ta shihnim nga Brikena edhe kur ishte brenda asaj shtëpie, por gjithsesi Brikena është duke e mbështetur. E pash që Miri dhe Rogerti çuditërisht nuk e pritën fare mirë këtë dron, përkundrazi filluan që të bëhen shumë xhelos, sepse Rogerti ka qenë historikisht kundër marrëdhënies Brikenës edhe Mateos, do me thënë Rogerti gjithmonë është munduar që këtë marrëdhënien në një farë mënyre ta gjuan në tokë edhe t'ja humbën atë vlerën e kësaj marrëdhënie që duhet ta ketë dhe nuk e ka duar trokitur fare dhe gjatë kohës kur droni po bënte xhiron sipër shtëpisë që realisht kur nuk ka patur një ulje kaq të madhe saqë nuk hyri më brenda në shtëpi komplet, Miri dhe Rogerti filluan që të acarohen dhe të inatosen se normal është kjo. Asnjëri prej tyre nuk dëshiron që konkurentin tjetër ta shikon mirë dhe ta shikon të fuqishëm. Çuditërisht, domethënë, Selina e mbështeti, Selina e duartrokiti, Selina i qëndroi pranë dhe jetoi këtë momentin nga ana e Mateos të ardhur këtë dronin në shtëpi. Domethënë, Mateo sot arriti të kupton një gjë tjetër që në fakt nuk e kishte kuptuar, që Brikena po vazhdon fuqishëm së suportuari Mateon dhe po vazhdon fuqishëm që të jetë me të. Sepse ditëve të fundit, që në momentin kur Brikena doli, e kemi parë Mateon shumë të menduar, që do me thënë ka atë mallin për Brikenën, por është tipi i njeriut, është natyra e tillë që do me thënë nuk i flet gjërat me fjalë, i le gjërat që në mendime dhe ndonjëherë thot ndonjë diçka me Selinën, do me thënë e shpreh ndonjë emocion me Selinën, dhe kështu që Mateo u super surprizua sot nga Brikena dhe e super jetoi momentin e tij brenda shtëpisë së Big Brotherit. Unë uroj me zemër sinqerisht që ky çift të vazhdon të vazhdon së qenuri kaq pozitiv, të vazhdon së qenuri kaq suportues për njëri tjetrin, sepse vetëm mbështetja e Brikenës sot dha edhe një bombë më të madhe për dy banorët e tjerë, që ato do me thënë të jenë edhe më të trembur, sepse ato e din shumë bukur se çfarë energjie ka Brikena jashtë, nuk është që nuk e din, dhe tani për këto bëhet pak edhe më e vështirë loja, sepse Brikena është mbështetësja e Mateos prej jashtë, por gjithsesi Brikena e thyej këtë akullin duke i gjuajtur në fakt në tokë të gjitha ata shethemet që fliten për të dhe për Mateon dhe për ndjesitë e Brikenës. Unë kam qenë gazetari vetëm për ato të cilët më ndjekin gjatë gjithë kohës që kam besuar në këtë marrëdhënie, kam besuar në këtë histori dhe kam besuar në këtë dashuri që Mateo dhe Brikena kanë ndërtuar me njëri tjetrin. Unë uroj me zemër që t'ju shkon gjithmonë kështu, mbare mirë dhe me shumë pozitivitet.